Përshëndetje, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratuan disa vendime me rëndësi publike. Me vot unanime, antarët e Këshillit kaluan përcaktimin e sistemit të pikëzimit për programet sociale të strehimit, masat për parandalimin e zjarreve gjatë verës dhe përdorimin e fondit të emergjencës për rëshqitjen e shpatit në fshatin Kolonjë, si dhe transferim fondesh për projektin Tur. Nga Italia në Gjirokastër me automjetet e tyre historike, një grup turistësh italian të apasionuar pas makinave retro kanë zgjedhur qytetin e Gurë si një nga ndalesat e turit të tyre. Duke ekspozuar në sheshin Çerçistopulli automjete që mbartin histori dhe vlerat veçanta. Makinat kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe turistëve, të cilët kanë shfaqur interes për modelet e ralla dhe historinë e tyre. Bashkia e Delvinës ka nisur fazën e parë të projektit për ruajtjen dhe zhvillimin e lagjeve Llak dhe Xhermahall, të cilat u shpallën ansambël arkitektonik urban. Projekti ka zgjuar interese edhe tek banorët, ndërsa rritja e numrit të turistëve në Delvin shihet si një tregues pozitiv për suksesin e investimeve të ardhshme. Në Libohov u zhvillua një ceremoni përkujtimore kushtuar figurës së Baba Demirit. Të pranishëm nderuan kontributin e tij në jetën shpirtërore dhe shoqërore të komunitetit. Gjatë aktivitetit, Baba Myrtezaj vlerësoi Baba Demirin si një udhërrëfyes moral dhe shpirtëror, trashëgimia e të cilit vijon të frymëzojë brezat me vlera paqeje, urtësie dhe përkushtimi. Ju njohim tani më gjerësisht. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratuan disa vendime me rëndësi publike. Me vot unanime, antarët e Këshillit kaluan në përcaktimin e sistemit të pikëzimit për programet sociale të strehimit, masat për parandalimin e zjarreve gjatë verës dhe përdorimin e fondit të emergjencës për rëshqitjen e shpatit në fshatin Kolonjë, si dhe transferim fondesh për projektin Tur. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës zhvilloi mbledhjen e radhës ku shqyrtoi dhe miratoi disa projekt vendime me rëndësi për banorët dhe funksionimin e strukturave vendore. Gjatë mbledhjes u miratuan një sër pikash të rëndësishme, çështje që lidhen me programet sociale të strehimit, përcaktimin e elementëve të pagës bruto për strukturën e policisë bashkiake, si dhe planin e masave për parandalimin dhe përballimin e zjarreve gjatë sezonit veror. Po ashtu, këshilltarët shqyrtuan edhe përdorimin e fondit të kushtëzuar të emergjencës civile për masa parandalues ndaj rëshqitjes së një shpati mali në fshatin Kolonjë, si dhe transferimin e fondeve për projektin Tur. Unë shoh asnjë lloj bashkëpunimi ku të flitet, sepse janë dy institucione të cilat bëjnë përgjithësi dy votat e zjarrit, që varen nga bashkia dhe nuk në material nuk ka asnjë lloj bashkëpunimi, domethënë të shprehtë këtu ndërmjet drejtorisë së Artikës dhe drejtorisë të dy komunave të bashkisë. Ndërkohë që do ishte normale që ishte një material i përbashkët. Kemi hartuar në këtë masash të detajuar për ndarjen e detyrave që ka teritoria e komunave edhe në të drejtoria. Është detajuar në planin e masave që kemi në drejtori. Bashkëpunimi jo vetëm me të votat, po edhe me drejtorinë e drejtorisë pastaj. Veçanërisht te kura e milicës. Është bërë një urë se ajo deshur dhe vijoj dhe shëras sa ka kalojnë makinat tonazh të rëndë. Unë kam konsumuar dhe me kryetari. Tani, u bëjnë gjitha i një barim tani, po atje shkojnë akome makinat, këtë duhet të thonë nga policia, një fisus, qëfar që makina me pesh të rëndë nuk duhet të kalojnë me tonazh të rëndë. Qendra kulturore e fëmijëve dhe nga rruga që shkon për të keni marrë shtesë drejtoria arsimore, ka jashtë në sërbimësi, ka vënde që është ndedhur nga rreshje tjera matere, rrëba që u honë ka drëmë, është duket shumë njëjtë, dhe nga goxha flus turistik. Mbledhja u zhvillua në pranit antarëve të Këshillit Bashkiak dhe përfaqësuesve të administratës vendore, ndërsa vendimet e miratuara synojnë përmirësimin e shërbimeve dhe rritjen e sigurisë për qytetarët. Në ditën botërore të fëmijëve me sloganin "Fëmijë të sigurt, të mbrojtur, të dëgjuar", Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale lançoi agjendën kombëtare për të drejtat e fëmijëve 2027-2030. Dokumenti synon në forcimin e sistemit të mbrojtjes dhe garantimin e të drejtave të çdo fëmie në Shqipëri, në bashkëpunim me partner kombëtar dhe ndërkombëtar.
Në ditën botërore të fëmijëve, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me partner kombëtare ndërkombëtar lançoi Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2027-2030, një dokument strategjik që synon forcimin e sistemit të mbrojtjes dhe fuqizimin e të drejtave të çdo fëmie në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala në aktivitetin e organizuar për promovimin e kësaj agjende theksoi rëndësinë e një qasjeje të re dhe gjithëpërfshirëse ndaj fëmijërisë, duke vendosur në qendër sigurinë, mirëqenien dhe zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve. Sot lançojmë Agjendën Kombëtare të Fëmijëve 2027-2030. Dhe qendra sigurisht është shëndeti mendor, por dhe një nga pikat kryesore është dhuna digjitale. Dhuna digjitale në fakt nuk s'kam se them më tepër sepse fëmijët e thanë vetë, të rinjtë e thanë vetë deri tani dhe është fokusi jon kryesor. Ne e nënvlerësojmë atë sigurinë digjitale në përgjithësi si shoqëri shqiptare, po në përgjithësi sepse gjithmonë dhunën e kemi menduar si dhunë fizike dhe ka qenë gjithmonë një përqendrim shumë i madh i kujdesit, i programe për dhunën fizike që sigurisht ekziston, por dhuna digjitale është pak e rrezikshme në mos më rrezikshme se sa ajo fizike. Me sloganin Fëmijë të sigurt, të mbrojtur, të dëgjuar, kjo agjendë synon të vendosë në qendër nevojat, mirëqenien dhe pjesëmarrjen aktive të fëmijëve, duke forcuar gjithashtu edukimin socio-shëndetësor dhe promovimin e një jetese të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Përmes këtij dokumenti strategjik synohet të theksohet rëndësia e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet institucioneve publike, organizatave të shoqërisë civile dhe komunitetit në krijimin e mjediseve të sigurta, mbrojtëse dhe gjithëpërfshirëse për fëmijët. Gjithashtu, agjenda promovon përgjegjësinë e përbashkët për të dëgjuar zërin e fëmijëve, për të garantuar ushqyerje të shëndetshme dhe zhvillim të plotë të tyre, si dhe për t'i mbrojtur nga çdo formë dhune, abuzimi, bullizmi, diskriminimi, shfrytëzimi dhe çdo rrezik tjetër si në jetën e përditshme, ashtu edhe në mjedisin digjital. Bashkia Gjirokastër ka organizuar sot një aktivitet argëtues për vogëlushët në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Ata kaluan së bashku çaste të gëzuara me stingujve muzikor dhe ritmeve të kërcimit. Pjesë e gëzimit të tyre u bën edhe prindrit. Kështu kanë festuar sot vogëlushët gjirokastrit festën e tyre e 1 qershorin. Me stingujve të muzikës, kërcimeve, lojrave zbavitse, ata janë argëtuar sot së bashku në ambientet e jashtme të qendrës kulturore Fato Berberi, të shoqëruar edhe nga prindrit e tyre. Këtu kemi ardhur për të kënduar edhe për të kënaqur. Të besojmë të gjithë se kemi festën tonë, gëzuar 1 qershorin. Gëzuar 1 qershorin se ne jemi të lutur dhe të gëzuar dhe të këndoj për gjithmonë. Po më pëlqen shumë deri tani dhe jam shumë e gëzuar, por kam edhe pak emocione për festën. Jam shumë e gëzuar që kanë ardhur gjithë këta njerëz. Ky organizim i Bashkisë Gjirokastër u realizua si bashkëpunim i Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe kopshteve të qytetit të Gurtë, të cilët sollën performancat e tyre në këtë ditë të mbushur me buzëqeshje e lumturi. Bashkia Gjirokastër ju uron gëzuar 1 qershorin plot dashuri dhe ngjyra këtu nga sheshi përpara QKF-s, ku fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe kopshtet e qytetit festojnë sot 1 qershorin ashtu siç e meritojnë. Përfitoj nga rasti të uroj gëzuar 1 qershorin të gjithë fëmijëve, si çdo vit kemi ardhur me një koncert shumë të bukur, fëmijët po gëzojnë, po kërcejnë, këndojnë. Ju uroj dhe njerë gëzuar edhe paqin vetëm të mira dhe suksese. Me këtë radhë duhet përshëndes gjithë prindit, duhet përshëndes në radhë parë edukatorët e kopsheve, kujdestarët e qendrave për mirëritjen dhe për mirë edukimin e këtyre fëmijëve, sepse siç e dimë të gjithë, fëmijët janë e ardhmja e këtij vendi. Me këtë rast duhet të përshëndes drejtorinë nacionale të bëri të mundur që fëmijët sot gëzojnë të gjithë së bashku në këtë ambient kaq të bukur poshtë sheshit të Qizit. Dua të falenderoj me këtë rast pjesëmarrësit, që ishin prindit, erdhin i shoqëruan vetë fëmijët të edukatorët dhe në fund do ta mbyll me një falënderim të veçantë për Qendrën Kulturore të Fëmijëve për këtë koncert që i dhuruan këtyre fëmijëve.
Dita e fëmijëve u vendos në datën 1 qershor, sepse në këtë datë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925. 2 vjet më pas, festa e 1 qershorit filloi të festohet në të gjithë botën. Dita ndërkombëtare e fëmijëve është kthyer jo vetëm në një ditë festive, por edhe në një ditë për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimit ndaj fëmijëve. Është dita kur vetë ata shprehen lirshëm për të thënë të drejtat e tyre. Nga Italiano Gjirokastër me automjetet e tyre historike. Një grup turistësh italian të apasionuar pas makinave retro kanë zgjedhur qytetin e Gurt si një nga ndalesat e turit të tyre, duke ekspozuar në sheshin Çerçistopulli automjete që mbartin histori dhe vlera të veçanta. Makinat kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe turistëve, të cilët kanë shfaqur interes për modelet e ralla dhe historinë e tyre. Në sheshin Çerçistopulli në Gjirokastër janë ekspozuar këto automjete të ardhura nga Italia. Makinat retro të ekspozuara në zonën historike morën edhe vëmendjen e turistëve. Për pjesëmarrësit, ekspozimi i tyre ka për qëllim njohjen me modelet e vjetra për të gjithë të apasionuarit pas makinave, ndërsa shprehen se qyteti i Gurt mbetet një destinacion që ja vlen të vizitohet dhe të rikthehesh sërish. Noi siamo un gruppo internazionale. Ne jemi pjesë e Rotary Italia dhe na bashkon pasioni për makinat historike. Kemi ardhur në Shqipëri sepse Shqipëria është një vend i bukur që na tërheq shumë. Kemi gjetur njerëz jashtëzakonisht mikpritës dhe falenderojmë të gjithë popullin shqiptar për mënyrën se si na ka pritur deri tani. Do të dëshironim të qëndronim këtu për një javë, sepse qyteti është shumë i bukur dhe kalaja është e mrekullueshme. Ky vend na pëlqen shumë, na tërheq dhe jemi pritur në mënyrë të shkëlqyer. Sono felice di ritornare. Kjo është hera ime e 4 në Shqipëri dhe besoj se tashmë kam vizituar pothuajse çdo cep të saj. Nuk kisha qenë më parë në Gjirokastër dhe duhet të them se kam mbetur i mahnitur nga bukuritë që ofron ky qytet. Ndihem shumë i lidhur me Shqipërinë, sepse stërgjyshi im ishte nga Kalabria. Ekziston një lidhje e fortë mes komunitetit arbëresh në Itali dhe Shqipërisë. Ndaj sa herë vi këtu, ndihem i lumtur. Jam i kënaqur që kam mundur të sjell miqtë e mi në Shqipëri dhe të tregoj atyre mikpritjen, mirësinë dhe gatishmërinë e njerëzve këtu. Këto janë vlera që ndonjëherë nuk i gjejmë më aq shpesh në Itali. Miqtë e mi kanë mbetur të gjithë të impresionuar nga mënyra se si janë pritur dhe vazhdojnë të më thonë se ndihen shumë mirë dhe krejtësisht rehat gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Ata tregojnë se mirëmbajtja e automjeteve retro kërkon përkushtim dhe kujdes të vazhdueshëm, por emocionet që përcjell drejtimi i tyre e bëjnë çdo sakrificë të vlefshme. Ovviamente le auto d'epoca, come già anticipato. Makinat që koleksionojmë janë para lufte dhe pas lufte, por këtu kemi ardhur me makinat pas lufte, sepse këto janë në gjendje më të mirë. Unë kam ardhur me një Porsche 911, model 996, version Cabrio. Në rastin tim, baba im ka qenë koncesionar i Alfa Romeos për më shumë se 30 vjet dhe më ka lënë disa automjete. Fillimisht kam koleksionuar makina Alfa Romeo, por edhe Porsche dhe modele të tjera. Megjithatë, pjesa më e madhe e koleksionit tim përben nga Alfa Romeo, duke filluar nga modelet e viteve 60 deri te ato më të fundit. Një tjetër vështirësi është se mekanikët e tjerë po zhduken gradualisht. Makinat moderne funksionojnë kryesisht me kompjuter dhe sisteme elektronike. Gjatë kësaj periudhe, qyteti i Gurt po vizitohet nga një numër i konsiderueshëm turistësh, vendas dhe të huaj, ndërsa ekspozimi i makinave retro ka zgjuar edhe më tepër interes tek vizitorët. Syri i kaltër vion të mbetet një nga destinacionet më të preferuara në jug të Shqipërisë, duke tërhequr çdo ditë qindra turistë të huaj. Vizitorët vlerësojnë bukurinë natyrore dhe qetësinë që ofron kjo zonë, të cilën e cilësojnë si një eksperiencë unike që t'i kalon pritshmëritë e tyre. Syri i kaltër vion të mbetet një nga destinacionet më të preferuara për turistët e huaj që zgjedhin të vizitojnë jugun e Shqipërisë. Bukuria natyrore, ujërat e kristalta dhe peizazhi i Magnitës tërheqin çdo ditë qindra vizitor nga vende të ndryshme të botës, duke e kthyer këtë perlë natyrore në një nga pikat më të vizituara të sezonit. Është hera ime e parë këtu. Vendosa ta vizitoj këtë vend sepse përshkruhet si vend parallor dhe në fakt ashtu është. Natyra e paprekur dhe ujërat me këtë ngjyrë kaq të veçantë më kanë lënë pa fjalë. Les couleurs magnifiques.
Ngjyrat janë të mrekullueshme. Urimi është 50 metra i thellë dhe mund të shohim gjithçka qartë. Shqipëria është një vend shumë i bukur, malor, me peizazhe të jashtëzakonshme dhe në zhvillim të vazhdueshëm. Për një fotograf amator është një parajsë e vërtet. Prej 10 javësh po zbuloj peizazhet e vendit tuaj dhe do t'ua rekomandoj të gjithëve ta vizitojnë. Patjetër që do të rikthehesha. En plein développement. Turistët shprehen të impresionuar nga pamja unike e syrit të kaltër dhe natyra e paprekur që e rrethon. Shumë prej tyre theksojnë se kishin dëgjuar më parë për këtë atraksion, por vizita në terren ka të i kaluar pritshmëritë e tyre. Ata vlerësojnë veçanërisht pastërtinë e ujit, qetësinë e zonës dhe mundësinë për të shijuar një eksperiencë të veçantë në mes të natyrës. Yeah, because we read about it. Kishim lexuar për të dhe kishim dëgjuar edhe nga disa miq tanë, ndaj erdhëm ta vizitojmë. Mendonim se ishte një vend i rëndësishëm për t'u vizituar. Është një vend shumë breslënës. Ne jetojmë në Danimark dhe kemi gjithashtu një sy të kaltër, por jo si ky. Kemi një burim nga ku del uji, por ky është një vend vërtet i veçantë. A source where there's water coming up. I think it's nice. Mendoj se Shqipëria është një vend i bukur. Është hera ime e parë këtu dhe më pëlqen shumë. Njerëzit janë të sjellshëm, ushqimi është i mirë. Për syrin e kaltër mendoj se është një vend shumë i bukur. Edhe shëtitja deri këtu është e këndshme. Ky vend i ka kaluar pritshmëritë tona. Rritja e interesit nga turistët e huaj konfirmon edhe një herë potencialin e madh turistik që ka syri i kaltër. Vizitorët e konsiderojnë këtë destinacion si një nga vendet që nuk duhet humbur gjatë një udhëtimi në jug të Shqipërisë, ndërsa shumë prej tyre shprehen se do ta rekomandonin tek miqtë dhe familjarët. Kjo e bën syrin e kaltër një ambasador të rëndësishëm të turizmit shqiptar në sytë e vizitorëve të huaj. Bashkia e Delvinës ka nisur fazën e parë të projektit për ruajtjen dhe zhvillimin e lagjeve Lak dhe Xhermahall, të cilat u shpallën ansambël arkitektonik urban. Projekti ka zgjuar interes edhe tek banorët, ndërsa rritja e numrit të turistëve për Delvinën shihet si një tregues pozitiv për suksesin e investimeve të ardhshme. Pas shpalljes së lagjeve Lak dhe Xhermahall në Delvinë si ansambël arkitektonik urban, Bashkia e Delvinës ka nisur fazën e parë të këtij projekti të rëndësishëm që synon në ruajtjen dhe promovimin e vlerave historike e kulturore të këtyre zonave. Projekti parashikohet të shtrihet në disa vite dhe të shoqërohet me investime konkrete që do të kontribuojnë në rigjallërimin e lagjeve dhe përmirësimin e infrastrukturës së tyre. Ne jemi në fazën e parë në fakt të këtij projekti të madh që në vitet në vazhdim presim që të kemi dhe investime konkrete në këto dy lagje. Dhe me këtë rast kemi dhe një bashkëpunim të mirë me AKPT-n dhe Fakultetin e Arkitekturës në Tiranë, të cilët janë dhe duke bërë dhe një studim të këtyre dy zonave që më pas ato t'i kthejmë në një destinacion për turistët të vendas dhe të huaj, pse jo. Në kuadër të këtij projekti, Bashkia e Delvinës po bashkëpunon ngushtë me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe Fakultetin e Arkitekturës në Tiranë. Aktualisht po zhvillohet një studim i detajuar mbi karakteristikat arkitektonike dhe urbane të dy lagjeve, i cili do të shërbejë si bazë për hartimin e projekteve të ardhshme. Qëllimi kryesor është transformimi i këtyre zonave në destinacione tërheqëse për turistët, duke ruajtur identitetin dhe trashëgiminë e tyre historike. Interesi për këtë nisëm është i madh edhe nga vetë banorët e zonës, të cilët e shohin projektin si një mundësi për zhvillimin ekonomik dhe promovimin e qytetit. Jemi në hapat e para të këtij projekti dhe patjetër që dhe nga vetë banorët ka interes, sepse kjo është që më së pari preken pikërisht ta banorë të këtyre lagjeve dhe të Delvinës direkt. Gjatë muajve të verës ne kemi vizitor që nga muaj në muaj shtohen vazhdimisht, edhe në vitet e fundit kemi patur dhe më shumë turistë të huaj veçanërisht që vizitojnë këto dy lagje, po edhe muzeun e qytetit që njihen me historinë edhe me identitetin e Delvinës. Mbështetja e komunitetit vjen në një kohë kur Delvina po regjistron një rritje të numrit të vizitorëve dhe turistëve. Kjo tendencë pozitive forcon bindjen se investimet në lagjen Lak dhe Xhermahall do të kenë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit.
Në Libohovo u zhvillua një ceremoni përkujtimore kushtuar figurës së Baba Demirit. Të pranishmit nderuan kontributin e tij në jetën shpirtërore dhe shoqërore të komunitetit. Gjatë aktivitetit, Baba Myrtezaj vlerësoi Baba Demirin si një udhërrëfyes moral dhe shpirtëror, trashëgimia e të cilit vijon të frymëzojë brezat me vlera paqeje, urtësie dhe përkushtimi. Në tyrben e Baba Demirit në qytetin e Libohovës u zhvillua ceremoni kujtese kushtuar figurës së ndritur të këtij kleriku, një personalitet që la gjurmë të rëndësishme në jetën shpirtërore dhe kulturore të komunitetit. Besimtar, klerik dhe qytetar u mblodhën për të nderuar kujtimin e tij dhe për të mbajtur gjallë vlerat e trashëguara ndër breza. Gjatë fjalës së tij, Baba Myrtezaj u shpreh se Baba Demiri mbetet një figurë e rëndësishme shpirtërore, e cila me urtësinë, përkushtimin dhe shërbimin ndaj njerëzve u shndërua në një udhërrëfyes moral për komunitetin. Ai theksoi se trashëgimia që ka lënë pas vazhdon të frymëzojë brezat dhe të përcjellë vlera të paqes, mirëkuptimit dhe bashkëjetesës. Ky takim nuk është thjesht një ceremoni kujtese, ai është një moment reflektimi mbi vlerat që përfaqësoi Baba Demiri, mbi rrugën që ai ndoqi, mbi trashëgimin shpirtëror që la pas për brezat që vijnë. Ai jetoi me thjeshtësi, me dinjitet, ai nuk kërkoi lavdi personale, po kërkoi të ishte shërbim të Zotit dhe të njerëzve. Në jetën e tij nuk kishte vend për krenari apo ndarje. Ai besonte se madhështia e njeriut nuk matet në pasuri apo pozitë që zotron, por me mirësi që lë pas me dashuri që mbjell në zemrat e njerëzve. Kjo trev e Libohovës ka pasur fatin të ketë figura të ndritura të kësaj rruge shpirtërore. Me nderim kujtojmë Baba Oguzin, Baba Karrën e Lozës, Baba Mustafajin e Kalistas, Baba Ismailin, Babain e Trëndafilit dhe shumë të tjerë që me përkushtim e tyre mbajtën gjallë frymën e besimit të urtësisë ndër breza. Kjo ishte rruga që ndoqi Baba Demiri gjatë gjithë jetës së tij. Prandaj sot, kur përulem me respekt përpara kujtimit të tij, ne nuk kujtojmë vetëm një njerëz. Ne kujtojmë një model sjellje, një kulturë urtësie dhe një traditë shpirtërore që duhet të ruajmë dhe të përcjellim tek brezat e ri. Tyrbja e tij sot nuk është vetëm një vend për kujtime, ajo është simboli i vazhdimësisë të një tradite që predikon paqe, dashuri, purësi, respekt te njeriu. Është detyra jonë që këto vlera të mos i mbeten vetëm një pjesë së kalues, por të jetojmë në familjet tona, në shoqërinë tonë, në edukimin e brezave të rinj. Dhe të mësojmë nga shembulli i këtyre burrave të urtë. Ceremonia u shndërua në një moment reflektimi dhe mirënjohjeje, duke përcjellë mesazhin se ruajtja e trashëgimit shpirtërore dhe respekti për figurat që kanë kontribuar për komunitetin janë vlera që duhet të vazhdojnë të kultivohen në shoqërinë tonë. Në këtë mënyrë, emri dhe vepra e Baba Demirit vijojnë të jetojnë në kujtesën e besimtarëve dhe të gjithë atyre që e njohën dhe vlerësuan kontributin e tij. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.